kthesa aksidenteve, familja që rrezikohet çdo ditë. Që me ndërtimin e rrugës që lidh Matin me rrugën e Arbërit në afërsi të rreth rrotullimit në fshatin Fshat, janë shënuar me 10 aksidente. Kjo kthes që është sapolo rrugën e Arbërit në drejtim të Klosit mund të quhet me të drejtë kthes aksidenteve rrugore. Me 10 automjete janë përplasur në murin improvisuar nga familja Klodian Dokos, që ndodhet fare ngjitur me rrugën. Aksidenti më i fundit ndodhi pas ditën e sejnte, teksa një automjet përpaksa nuk përfundoi në oborrin e shtëpisë ku po luanin fëmijët e vegjël. Për fat të mirë, makina u ndal nga shkëmbin që ka vendosur vetë pronari i banesës, pasi barrierat metalike të vendosura nga firma janë prishur prej kohësh. Automjeti po lëvizte në drejtim të Klosit, por për shkak të lagështisë ka rrshitur dhe është ndalur pak para se të përfundonte në oborrin e banesës së familjes Toka. Nga aksidenti mbeti lënduar drejtuesi i mjetit. Kjo pjesë rrugë vazhdimisht ka qenë purim aksidentesh, ndërsa familja Klodian Dokos ka apeluar për rritjen e sigurisë, pasi mjetet rrezikojnë të bien mbi banesë. Ai e ka ndërtuar vetë murin mbrojtës me gur, pasi barrierat metalike që kishte vendosur kompania ndërtuese janë dëmtuar nga aksidentet të shumta që kanë ndodhur.